Titujt kryesor të gazetave e mërkur 3 maj 2017. Gazeta Panorama. Zbardhen negociatat. Sot takimi Rama-Basha, ofert për ministra teknik. Pra pas skenat, konfirmohet zyrtarisht takimi mes kryeministrit dhe kreut të opozitës sot në presidencë. Negociatat me ndërkombëtarët, zgjedhjet në fund të korrikut dhe 6 ministra teknik me konsensusin e opozitës. PD insiston edhe për numërim elektronik ndërsa majoranca për vetingun. Rama, nëse nuk votojmë vetingun, s'kemi si ndihmojmë. Basha në tryezë për qeveri teknike, gati të diskutojmë për zgjidhje realiste. Debati në grupin e PD-s, Patozi, Topalli e Bregut të pranojmë ofertën europiane për zgjedhjet. Zbardhen diskutimet në mbledhjen me dyert të mbyllura. Berisha hesht, Strazimiri skemish negocion me Ramën. Flet kreu i PAA-s, Duka, biseda me Nanon në zgjedhje të hymë me koalicione. Flet dekani Hoxha, matura, kuotat dhe tarifat për fakultetin e drejtësisë. Dëshmia, Tritoli në makinë, flet tregtarja, vetëm debat me ish-burrin. Emrat gjinushi me 3 deputet të PS-s në krye të listave. Guvernatori Seko, zgjatja e tensionit politik me pasoja në ekonomi. Zgjedhje të lira dhe paqe sociale. Viti letrar 2016, banalitetit dhe thagmat me temat dhe titujt. Po u tërbuan 100 tërbonde të tjerët. Gazeta Shekulli, banka jep alarmin për ekonominë, kriza. Guvernatori Seko deklaron se te zgjatja e tensioneve politike do të sjellë pasigurinë e investime. Kreu i Bankës së Shqipërisë raporton mbi ecurinë ekonomike gjatë vitit 2016, po monitorohet tremujori i dytit 2017-s. Raporti depozitat u tkurrën nga bankat për 3 muaj u larguan 120 milionë euro nga Shqipëria. Takimi në orën 10, Nishani mbledh tryezën, PD qeveri teknike dhe shtyrje të zgjedhjeve. Rama-Basha përballen sot në presidencë, demokratët mbi 4 orë ballafaqim me Han dhe shefin e PPS Doll. Ja debatet në grup. Vendimi, gjykata urdhëron bllokimin e hidrocentralit mbi lumin Vjos. Dëshmia në gjyq, vrau e groposi kushëririn, Zaka i shpëton burgimit përjetshëm. Pazaret që nuk duhen bërë sot. Lotaria amerikane dalin fituesit si aplikohet për vizë dhe intervistat. Prokuroria Kajollit i konfiskohen 2.1 milion metra katror prona. Dorëshkrimet, plotësohet amaneti i Lazgushit, 25.000 letra i jepen arkivës së shtetit. Gazeta Shqiptare, kriza politike, sot takimi Rama-Basha, presidenti Nishani thret tryezën për zgjidhjen e Ngërçit, dakordësia për dialog. Kreu i PD-s 4 orë mbledhje me deputetët, debatet me Majlinda Bregun dhe Josefina Topallin. Patozi thirrje për zgjidhje kompromisi kundër bojkotit. Intervistë ekskluzive, Agrën Duka, ju rrëfej darkën në mullet me Fatos Nanon, këshilla që mdha për zgjedhjet, flet kreu i PAA-s, pse u takova me mikun tim ish kryeministër, detajet. Sherri për kafshët, Rozalati do t'i jap Kastravec, Tritoli te pallatet, 9 katçe, gruaja ja dyshimet e mia për aktin. Po votuan vetingun, i mirëpresim në 18 qershor, burri me pallto të vjetër, kur Lazgushi ruante dorëshkrimet. Ish pronarët 24.000 dosjet në shqyrtim dhe përfituesit. ATP statusi i çdo prone në Fier, Lushnjë dhe Mallakastër. Politika si profesion dhe demokracia jo në brisht. Macron, një fenomen politik i pa shembull në Francë. Shqiptarja.com, PD nuk të rriqet, Basha refuzon PPE-n dhe aleatët, s'ka zgjedhje me Ramën kryeministër, përpjekja e fundit e Nishanit sot në orën 10, takimi Rama-Basha, e djathta europiane PD-s futu në zgjedhje, do i njohim edhe pa ju. Bregu të lësh 600.000 votues të PD-s pa votë është gjenocid, Josefina Topalli të mos asgjësojmë Partinë Demokratike. Sherr në grupin e PD-s, Patozi, Topalli dhe Bregu kundër bojkotit, lëkunden edhe Duka dhe Mediu. Basha nuk dorëzohet, videokonferenca Doll dhe Han paralajmërojnë për herë të fundit kreun e opozitës. Do mbash përgjegjësi. Të përndjekurit 456 trashëgimtarët që duhet të dorëzojnë dokumentat. Ministria e Financave afat 3 muaj për trashëgimtarët. Kush nuk dorëzon dokumentat, humbet këstin. 5 ditë bunkar 2 mirëpret bienalin e Mesdheut. Gjykata rrëzon ndërtimin e hidrocentralit mbi Vjos. Nuk lejohet ndërtimi i ecit Poçemit, jashtë e shtetit dhe koncesionarit. Prishtit e paqe sociale. Gazeta Dita, ondërgjegje të kalbura, një thirrje për ato që qesh në funeral dhe po përgatitet të zgërdhijet edhe mbi funeralin e Shqipërisë. A besoni vërtet se ja vlen nxitja e urrëties konfliktit dhe përleshjes midis shqiptarëve vetëm e vetëm që të kënaqen instiktet tuaja të kohës së Neandertalit? Konventa e LSI zgjedh sot kreun e ri. Synojmë forcë parë në Tiranë. Populli ka vajës në shesh që në datë 5. 8 arsye se pse PD do futet në zgjedhje. Berisha Topallit e deklasuar ishe, e deklasuar mbete. 4 orë tension, çfarë ndodhi mbrëm mes deputetëve të PD-s? Lajmi vonë sot në orën 10 takimi Rama-Basha në presidencë. Tragjedia e 20 viteve më parë, gërdeci i harruar i Matit. Ikja e heshtur e ndueshytit Paganinit çeftelisë shqiptare. Gazeta Tema, kreu i PD-s nuk dëgjon askënd, dështojnë përpjekjet e fundit për të bindur Bashën, PD mbetet jashtë zgjedhjeve. Me robaze po bie një parti e vjetër në vend të Republikës së Vjetër. Po u tërbua 100 tërbonde të tjerët, fizarmonika e armiqve në Partinë Demokratike. PD po kthehet në një tabor antiperëndimor. Debatet çfarë ndodhi në mbledhjen e PD-s, akuzat e forta të Patozit, Topallit dhe Bregut dhe paralajmërimet e europianëve ndaj Bashës, mos e çon ndërmend dhunën. Investigimi Lulzim Basha paguan një lobist në SBA kundër zëvendës sekretarit për çështjet politike të Dash, mbështet Ramën dhe paguhet nga
boste drogës. Intervista Bamir Topi tregon arsyet e mos kandidimit, Lulzim Basha po mban mëkatet e babait shpirtëror. Gjermania do njojmë zgjedhjet edhe nëse PD-s merr pjesë. Antena brenda familjes, ditari Megi Pjeshkës, deputetja seksi e Cerrikut në Republikën e Re do zëvendësojmë Ajlindën. Banorët e Divjakës brorasin projektin betonizues të Bexhet Pacollit. Mapo, PD nuk të rriqet, PPE bojkoti i zgjedhjeve jo standardi BE-s, Basha kusht qeveria teknike. Sot takimi i thirrur nga presidenti, Rama nuk heq dorë nga vetingu, Basha nga qeveria teknike. Kreu i të djathtëve europian Josef Doll pas videokonferencës së zhvilluar me grupin e PD-s ka deklaruar se pjesëmarrja në zgjedhje është e domosdoshme. Basha kusht qeveria teknike, por jemi të hapur për negociata. Sejko, zgjatja e krizës politike me pasoja për ekonominë. Konfiskohen mbi 10 milionë euro pasuri të Fatmir Kajollit. Fete politikës, utopia dhe tmerri. Duka do të pranojë platformën McAllister, në Kavaj duhet maturi. Izolimi dhe antiglobalizmi kanë pasoja të rënda. Fati i Kosovës nuk duhet varet nga zgjedhjet në vendet e tjera. Çdo të ndodh me Europën kur Macron të shkojë në Pallatin Elize. Kostoja prishet kontrata e bypassit të Fierit, autoriteti rrugor rihap tenderin. Pasuria e Lazgush Poradeci dorëzohet në arkiv. Gazeta Sot, Basha çon PD-n në kolaps kundër ndërkombëtarëve dhe zgjedhjeve, ultimatum për largimin e kryeministrit, sot takimi me Ramën në presidencë. Debatet forta në PD, Topalli dhe Bregu paralajmërojnë Bashën për asgjësimin e PD-s, Patozi kërkon të dëgjohen ndërkombëtarët. Partitë Popullore Europiane ultimatum Bashës, Daul do të mbash përgjegjësi për dështimin e negociatave, hiq dorë nga bojkoti. Pas SBA-s edhe Gjermania shuplak Lulzim Bashës, gati të njohë zgjedhjet edhe pa PD-n, kundër shtyrjes së 18 qershorit. Në qershor çelet kësti i 8 për ish të përndjekurit deri në dhjetor aplikimi për ata që nuk kanë përfituar asnjë këst. SBA irritohet me bllokimin e reformës Donald Lu, politikanët e korruptuar kanë nisur të friksohen, qytetarët i largojnë. Kume dhe Osmanaj, PD në zgjedhje vetëm duke ndryshuar kodin zgjedhor, nuk ka më kohë. Aleatët shtojnë presionet ndaj Bashës, me Diu kërkon dialog, Duka thirrje të tërhiqet nga qeveria teknike. Patos Klosi e Spartak Ngjela, Basha po rrezikon drejtimin e partisë të vjetrit kundër politikës antiperëndimore. Betejë PS-LSI për antarët e KZAZ, socialistët sigurojnë nga 3 antarë në shumicën e qendrave, përplasje me PDU për numërusit. Koha që kërkon të djathtën reale, foshnjëria e zgjatur zëvendëson partinë me çadrën. Koha jon, prap PD-PS në pikën 0, vendimi i grupit parlamentar të PD-s, vetëm qeveri teknike. Asgjë të re nuk prodhoi PD-ja edhe mbrëm, asgjë nuk do të sjellë PS-ja edhe sot. Sot konventa kombëtare e LSI-s zgjidhet kryetari dhe zëvendës kryetari i parë. Rama, PD-ja të votojë vetingun dhe të hyjë në zgjedhje. Ilir Meta vlerësoi nismën e presidentit Nishani, duhet bërë çdo gjë që PD të hyjë në zgjedhje. Ambasadorja Suzane Schutz, Gjermania do të njohë zgjedhjet edhe pa PD-n. Eduard Kukan, Shqipëria bëri zgjedhjen më të mirë me Metën president. Grabitja në Rinas, prokuroria kërkon dënimin e policëve privat. Basha, nuk të rriqemi pa largimin e Ramës dhe qeveri teknike. Fqinësia e mirë dhe bunkerizimi urban. Erion Veliaj, çdo qindark që paguhet por i sjellsin kthehet në investime. Pashk Luka, kemi bërë gjithçka të mundur konform ligjit dhe në shërbim qytetarëve. Telegraf, PD nuk të rriqet, qeveri teknike dhe largimi Ramës. Flet kreu i LRI-s Flojda Kërpaçi, të rinjtja është shpresa e vendit, LSI do të jetë forcë e parë në zgjedhje. Sot në orën 16 konventa kombëtare dhe zgjedhja e ekipit të ri. Zgjedhjet e 18 qershorit, Basha denoncim në SBA, Shqipëria kërcënohet nga Sorosi, droga dhe krimi, dokumentet nga Washingtoni. Manipulimi i zgjedhjeve, firma Sajem urdhërohet mos prodhoj karta identiteti deri në përfundim të zgjedhjeve. Vlerësimi për kreun e KLSH-s, Irena Islami, dëshmia më e mirë e zbatimit të motos nga eksperienca e përbashkët fitojnë të gjithë. 55. Perëndimi të dalë dorën e Ramës mbi votën e shqiptarëve. Basha s'ka asnjë pazar me vullnetin e protestës. Droga është vënë në krye të agjendës europiane. Joseph Doll, lufta kundër drogës vendimtare si për Shqipërinë edhe për BE-n. Kriza politike, Nishani ftoi palët të ulen në tryezën e bisedimeve dhe të arrijnë kompromisin. Rezistenca e Bashës, pengesa e fundit kundër instalimit të sistemit totalitar dhe arrogancës së pushtetit. Gjimnazet e Elbasanit pezullojnë mësimin nxënësit në shesh me urdhër, të kalorosh vetingun për të dalë përtej falimentit elektoral. PD edhe sot si 26 vite më parë, parti që sakrifikon në shërbim të interesit publik. Shantazhi Erdogan drejtuar BE-s nëse nuk hapni kapituj të rinj të bisedimeve për antarësim, lam të mirë. Protesta qytetare, rruga e vetme e mbetur për rrugën e Arbrit. Shqiptarët e Amerikës mbështesin fuqishëm Ziadin Selën. Parimi leninist i Besnikris si largoi dhe profesionistët e fundit. Rilindja demokratike, qeveri teknike, asnjë të rreqe nga kauza e zgjedhjeve të lira. Basha zbar diskutimet me PPE dhe Han, si gënjeu Rama për 4 ministra teknik që do t'i emëronte vet. PPE zgjidhje politike për të garantuar zgjedhjet. Sot takimi Basha Rama në presidencë. Shqipëria duhet të gjejë një zgjidhje politike për të siguruar zgjedhje demokratike. Droga është një problem i madh dhe garantoj se BE do ndërhyjë. Kafshimi i kushtetutës, rrënja dhe zgjidhja. Në 100 ditët e para të presidentit Trump, kryebashkiaku i Librashtit paditet për vjedhje tokash. Tenderi 35 milionë euro i Ramës që bleu Metën, autobus me nxënës nga 6 qytete për Ramën në Elbasan. Integrimi, sot konventa kombëtare, mira delegat zgjedhin kryetarin dhe zëvendës kryetarin e ri të LSI-s. Konventa pritet të shqyrtojë propozimet e KDK-s për zgjedhjen e Petrit Vasilit, kryetar të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe Monika Kryemadhe si zëvendës kryetare të LSI-s.
Nënkryetare e LSI-s për listat e kandidatëve, Kedi Mehmetaj për LSI të rinjtën të parët dhe fuqia më e madhe për një të ardhme më të mirë. Investimi te rinia është investim për të elitën e së ardhmes, në LRI për një rini që lufton për të ardhmen e saj. Ilir Meta duhet bërë gjithçka për të mundësuar pjesëmarrjen e opozitës në zgjedhjet e ardhshme. Admirim Kala, rinia do të jetë pjesë e rëndësishme e vendimarrjes, këtë ja ofron vetëm LSI-ja. Panariti teknologji të tilla garanci për hapjen e eksporteve në tregjet rajonale dhe më gjerë. Eduard Kukan nuk ka asnjë dyshim se Shqipëria bëri zgjedhjen më të mirë. Deputeti i Parlamentit Evropian uron presidentin e zgjedhur Ilir Meta. Reporter.al Politika shpenzon miliona në Washington, lufta e lobistëve megjithëse një vend i vogël me ekonomi të prapambetur dhe pa ndonjë interes ekonomik në SBA, Shqipëria paguan $100 mijëra në vit përmes 3 partive kryesore të saj, PSD dhe LSI për të ndikuar administratën e Washingtonit përmes lobimit. Çekapi falas shqiptarët e paguan 2 fish në 2015-ën, Shqipëria i shiti armë ndërmjet si të dyshim bullgar, vajza e shpëtuar hebre rikthehet pas 7 dekadash. Panorama Sport, Torrasa trem starovën ja prapaskenat me gjyqtarët, sulmuesi argjentinans me probleme, Bobi ndryshon dhe mbrojtjen, FSHF pranon kërkesën e Partizanit për arbitrat të huaj, pritën gjerman. Ronaldo fenomenal në derbi, eliminoni vetëm Atletikon, ylli portugez realizon 3 gola, Reali Madridit thuajse në finale. Monaco Juventus 10 pikante për duelin. Jorgji Kuksin e favorizon fusha, Daja ringjalli Skënderbeun. Intervista Bozhiqi Padoreza, Elion Lika më befasoi, shehi si 18 vjeçar. Llogarit Tirana luan edhe për 1 pikë në Vlorë. Drejtori flamurtarit Laluci na surprizua në derbi, por i mundim. Talenti yll në Kroaci, Endri Çekiçi rrëfen sekretet. Sport Express, qetësi, flet Ronaldo, pas 5 golave ndaj Bayernit, Cristiano i shënon 3 Atletikos dhe praktikisht e bën të pavlerë derbin e kthimit. Mallkimi vazhdon për Atletikon që për të 4 vit rresht has Los Blancos në Champions. Portugezi kalon edhe Di Stefanon. Zidane nuk ka mbaruar ende, Simeone ka me gjyqtarin. Ekuban Page supersfida në gjuhën e bomberave. Partizani Feyzullah i matur edhe barazimin Avlen, Hallaçi do jetë ndeshja e Peros. Superiore Skënderbeu, Daja kërkon të luhet në ditë dhe orar të njëjtë. Flamurtari dosi në kas për 6 pikët jo për borxhin ndaj Gjikës. Vllaznia Kraja vendi 5 nuk është dështim. Kategoria e parë, sëmundje ngjitse edhe beslidhje do gjyqtar të huaj. Champions League, Bukuroshja Monaco sot kundër Bishës Juventus.